sepse motra eme është e përgjysmune, gjysën e trupit e kon polac, gjysën e kon morin. Dhe kjo mua dhe më ka vra ma shumë ti, pse vetëm që me tuk me bo biznes dikush. Edhe unë mendoj që rahatin cilën s'pa muna me pas në këtë vend është si pasuj e asaj cilën na e këna harru gjatë periudhës luftës. Se ta edhe me isha dëshmorë dhe më kanë lujt, kanë përfitu. Si që është edhe rasti motrës tanë për shembull, në Polas, cilën e ka bon zhvarrimin e shteti Kosovës në mënyrë të dhëmshme, duke hik me bagerë. Si çfarë ka ndodhur të ky rast që ti me të qartë? Pa askush nuk ka folë, më as televizionit nuk kanë pas guxim me shku në Polac. Me morë me këtë rast shumë tronë, ku mbi 200 dëshmorë cilët kanë qenë varrosën në Polac, i kanë zhvarros, mesin që ka qenë motra ime me komandantin Mur Krasniqi, edhe shumë komandantë atjerë. Na kanë bo kërkesë se secili me hjek familjarët e vet, po s'kan pranuar ata, edhe u bon zhvarrimi me bagerë në Polac, edhe kanë bari varrimin domethënë morin. Edhe në morin kur bari varrimi i tyre, e ka qenë gjitha varret kanë qenë me ujë. Domethënë varri ka qenë komplet i betonuar, po dof poshtë me ka për shembull gur ose zhavar që me vazhdu me ecë ujët kur bën shi, atë varre kanë qenë komplet me ujë, ku unë personalisht 24 orë kum nejt pa gjën, edhe më shku atë varre komplet kum pastru me një kufe me ujë, kam hjek ujë në gjithë. Sepse kanë qenë të tërat mbushura me ujë, domethënë deri mbi tokë. E zhvarrimi tyre kur u bon masa të dëmshme, u bon me bagerë. Edhe që kanë u lugën, edhe a ka kop në esan, në jashtë, në dorën, po diçka, edhe ata pak ishtë që i ka kopa e lugë e bagerit, i kanë qitë në arkival, edhe kanë vazhdu, i kanë rivarros në morin Skënderajt. Domethënë këto kom përmend shumë herë, sepse na si familjarë du të me shku me bo homazhe në dy vena, me 14 dhjetor, që shkujnë një pjesë e madhe e familjarëve. Shkujnë a bojna edhe në morin, homazhe edhe në Polac. Domethënë dy vena, sepse motra eme është e përgjysmune, gjysën e trupit e kon Polac, gjysën e kon morin. Kjo si pasoj e shtetit që domethënë nuk ja ka ditë vlerën as këtyre, domethënë në farë mënyre u mënu mi zhduk edhe eshrat e tyre, gjurmët e tyre. Kjo është një fakt, se ku folën për këtë rast, unë normal mund të ka përgjësia jam. Unë jam shumë i vetëdijshëm e çka foli, sepse kom tentu në atë kohë, shumë herë kom tentu me hyjë dhe mi dalë bagerit përpara. Po s'm kanë lënë. U ka e vend komplet i rrethun. Prej policisë dhe prej FSK-s. Dhe mos ke mujt me hinë me helikopter. Dhe kjo mua dhe më ka vra ma shumë ti, pse ata se kanë meritu mja lënë trupin e përgjysmun, vetëm që me tuk me bo biznes dikush.